më na ordhë, pa njoft, dje kishtë në Facebookun sot, më na ordhë, a është provokim. Kjo është bedret, përshëndetje. Shkojnë e morëm, ko Penagen, Ramadan Reka. Mirë se u gjithë, Allah Islam. Për të gjithë dëgjues konstruktiv të radio Ulpianës që janë yje zëngjujt e radio, sepse pa dëgjues nuk kemi as radio, pa radio nuk kemi dëgjues, kështu që i përshëndes gjithë nga thellësia e zemrës, duke i dëshiruar një agjerim të lehtë, inshallah Zoti ja ka pranuar. Veç ta përshëndetje një poetë të madhe, Fatmire Berishën, e përshëndetje Fatmire shumë. Dan, mirë se na erdhe, respekt për ty, falenderi shumë që e këshecit për pamërsi pjesën ku këna komuniku në te, pjesën e bukur në YouTube, që kishë morë një shikushmëri shumë të madhe, të falenderej shumë. Më ndesh është obligime kemi, do më thonë në gjonat pozitive, të mira të këndshme, do më thonë mi qitë, mi postu edhe me pa njerëzit se si punon Radio Ulpiana o shumë radio më mësu prej Radio Ulpianës. Po mirë me danë të këtë cile ka shtë mirë për qitë një, edukat të mirë, kultur të mirë. O vëlloha, e ke post lindën për babës, ka të ka orë kja ty? Qysh? Kjo kultur, kjo edukat ka që mirë. E ke post lindër te, që kur njerë që sa vitet një Radio Ulpianës, që 6 vite jetë dëgju si Radio Ulpianës, kur njetë as një koment keq, as një fjallë të keq, as kur njetë s'kom dëgju për ty në program. Këshire, dhe me thonë, kultura vjen nga familja, dhe me thonë se familja në kom pas gjithmonë të mirë, të këndshme, që njerëzit gjithmonë e kanë shmu, e kanë respektu familjen teme, se bove e më konën njëri pajtimit gjaqe, po konën o luftari 4 tenitës, kur kanë luftu me Gjermanin. Pastaj vlavjem, po ashtu konën drejtori i hotelit Grand Prishtina, 20 vjetë e ka pasën Prishtinën, drejt hotelin Grand, edhe kalajnë ka qenë 2 hotela i ka uhajtë vlavjem. Pastaj vllai tjetër kon shefi fabrikës në cementare, do më thonën, unë jam kon një njeri që kum punu sa ku mujtë me gjonat huja si jam marrë po me të mijat, a i vlavjem i vogli punën sop aty në i registrën, do më thonën, robat e policëve, armatimin sa hargjojnë fishek, sa veturat ja u këshyre këtone, gjalli vlavit o shefi njësie speciale, do më thonën Kosovë, kështu që kretë jemi një familje me vlera o smujmi mbi u. Qika vlajtem, aje i ka 18 vjetë që ta e aje ka venin e parë, do më thonën Evropë për gjëdët që për lanë gjëdë, do më thonën ta mujnë me pa edhe me një YouTube me shkru Leoni Sareka e shuhin, venin e parë e kanë kitë Evropën. Dan, son të kena 5 minuta ose 10 janë për ty për moderem. Po të allo fjallën ty, sigur të kisha lonë ty stash në studion e radio televizion të Ulpiana vetëm, të kisha lonë danë në përshkenja 10 minuta për pini kafe? Po s'ka problem, unë më konë që i shof ato në dëgjohës të aso mirë, po unë nuk i shof këto në telefon, një lezu komentet me... O dan, ves pak. Po, unë muna me majtë me qëtërshen, me naj poezi, me naj... Po poezi, naj poezi, naj apel publit, hajde për të adho fjallën, ves për lexeni koment që më të vërtet për të befasuar. Syrushja thot, unë jemi të shtatë zonë me burë Zot Islam, mos më ofendo se unë që pengoj seriozisht nuk hy në radio. Po a jemi të shtatë zonë, a jemi të 8 zonë, a 9 zonë, a e problemi yti. Si s'kena thirna më nga trekuti, a jemi të 7 zonë, s'po ta lypëm testin e 7 zonis në aty heq. Po ti veç rri rahat, nëse je 7 zonë, mere vitin me të mirë, qëtë so, mos jo vendë njerëzit, edhe mos nga kalëzo aki burë, aki dashnor, se s'po të vesëm në aty sen, as po ta morën burin, as dashnorin, po të nejtë rëmirë, mos të nejtë natën e mirë. Dan mikrofoni për ty. Jeta. Si qenë ka jeta kur njerëzit as njëherë nuk kuptojnë. Gjithmonë njëri tjetrin me fjalë e lëndojnë. Pse nuk nalën pak këta njerëz me mendue, se kjo jetë e shkurt e shpejt kemi me kalue. Po t'jap me fjalë të mira dhe t'jap me miradi. Ta dojnë njëri tjetrin si kur e do një shëshni. Ta qmojmë të respektojmë o shok e vllazni. Se nesër do të shkon nga kjo jetë, do të qajmë për sëri.
Atëherë ndoshta brengohesh dhe thua, pse se dëgjova? Por sa ke gjallë e shajta e lëndova. Dikur do të bëhesh vetveten me gjykue. Por atëherë është shumë vonë se gjithë kjo ka kalue. Vëllezër dhe motra, ju lutem me ndëgjue. Sa më shumë njeri tjetrin ne duhet me respektue. E kur të hysh në radi, të hinsh me mrekulli. Ti dëgjosh dëgjost dhe ti përshëndesh një nga ne. T'ju dhesh fjalë të mjenjëra edhe shumë respekt. Të gjithë dhe dëgjuese që janë tambël si shërbet. E mos u ban i keq të gjithë mi lëndua. Se lëndon më shumë vetën se tjertë mujnë më shkua. Por njerëzit që s'kan ftyrë e nuk kanë karakter, hinë në radi dhe shiten frajer. Mendojnë se ata emnat i kanë ndryshue, nuk mundet asgjon këtu mu zbulue. Por ka ardhë koha vëllezër shumë e vështirë. Edhe në ndryshosh emrin, çdo kush të vlerëson, përmes internetit edhe shtëpinë ta gjon. E atëherë duhesh shumë me mendue, mos e bjer vjetën në kësi gjona me veprue. Mos e bjer punën në internet me hi, me ta gjetë o shtëpinë në atë vend ku e ki. Se nesër të dera dikush të trëket, nuk guxon me dal jashtë, po gruan e qet. I thuem fal, se burri nuk ka në shtëpi. Ai më shrehet si kur mi menon se ka qetësi. Por jo, dikush të kap, edhe të gjenë përsëri. Por për ata bano i ambël dhe njeri. Ti duash njerëzit dhe ti respektosh, këtë jetë e lumtur me lumturi ta kalosh. E jo me sharje e hidhërim, mos të di rretës është gëzim as shpëtim. Prandaj nga zemra po ja tham këtë poezi, urnoni, e janë te Radio Elpiona, se këto ki mu shkrim. Kur flet vëlla Islami, edhe bilbylat nalën e këndojnë. Me zërin e Islamit edhe ata pushojnë. Sepse dëgjoh gjithë i argëton. Nuk din kanë, këta lëndon. Por në qofse dikush këta e ka lëndue, dini se ka bo gjuna e kur s'ka me fitue. Gjunaat e këti në krye kanë mira, nesër ka me kërku falje, po Islami se falje vëlla. Se thot unë e ty nuk të kum gacmu, ishën punën teme në Radio Ulpion të punu. Ti ja bon në shërën e vetën e ke shkatërru. Kjo është poezia unë që ja kushtova, me plët dëshirë nga zemra e recitoa, vëllezër dhe motra shumë ju përshëndes, urime edhe njëherë, e inshallah Zoti ja ka pranu, gjithë ata ditën e sotit që e ka në gjëru. Ma shumë s'pezgati. Faleminderit shumë Dan Zotit Rut. Shkujna me një kojk Dan, që pëthu kojk. Po shkujna, s'ka problem. Hade shkujna një të vjetën një kojka që i ki, do këngë të mira djeta. Oj bardhok me fije, çkam rrivetën në natë hije. Oj bardhok me fije, çkam rrivetën në natë hije. Herë si akëll e herë si përosh, si kërkush ma keja dhe gush. Herë si akëll e herë si përosh, si kërkush ma keja dhe gush. Jam një djal, fukara, as kam shpi, as kam para, veç dy tela, qifte lis, oj bardhokja he malësis, veç dy tela, qifte lis, oj bardhokja he malësis, janë zëndjelin krejt dënjas, jam e shpirtin e fukaras, janë zëndjelin krejt dënjas, jam e shpirtin e fukaras, herë si akëll e herë si përosh, si kërkush ma keja dhe gush, herë si akëll e herë si përosh, si kërkush ma keja dhe gush, jam një djal, fukara, as kam shpi, as kam para, veç dy tela, qifte lis, oj bardhokja he malësis, veç dy tela, qifte lis, oj bardhokja he malësis. Jo Islam. Dan, faleminderit shumë, patëm granësin që në kënosë, respekt shumë për ty.
Shumë faleminderit për ju e më bëni Allah, nëse pak e zgate e mora. Nëse zgate na knoqe, çdo herë sa thirr shumë e ndres atmosferën. Shumë faleminderit për te. Faleminderit për ju e Zoti ju bekoft e natën e mirë. Natën e mirë. E falenderojna shumë Ramadan Reken nga Kopenhageni. Respekt shumë për Ramadanin, është i mik i imi. Shkojna tash mesazhet, që më të vërtet po më shtin me çesh do mesazhe.